Përshëndetje shenja peshores, kjo është panorama i interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 9 shpatat, 6 monedhat, mbretëresha e kupave, 4 monedhat. Java nis me 9 shpatat, duke treguar se mund të hyni në këtë periudhë me shqetësime, me mendime të tepërta, ose me pasiguri që ju kanë rënduar kohët e fundit. Megjithatë, kartat tregojnë se jo gjithçka është aq e rëndë sa duket në mendjen tuaj. Me 6 monedhat, do të filloni të ndjeni se ekuilibri rikthehet gradualisht. Mund të merrni ose të jepni mbështetje, një ndihmë të papritur ose thjesht të kuptoni se nuk keni përse t'i përballoni të gjitha vetëm. Kjo kartë gjithashtu ju kujton rëndësinë e shkëmbimit të drejtë dhe të pranimit të ndihmës kur është e nevojshme. Më pas shfaqet mbretëresha e kupave, duke treguar se intuita dhe pjekuria emocionale do t'ju udhëheqin drejt vendimeve më të mira. Do të arrini të dëgjoni më shumë zërin e brendshëm dhe të mos ndikoheni vetëm nga frika ose nga shqetësimet e momentit. Java mbyllet me 4 monedhat, duke treguar se do të ndjeni nevojën të ruani atë që keni ndërtuar. Kjo mund të jetë një mënyrë e shëndetshme për të krijuar siguri, por kartat gjithashtu ju kujtojnë të mos mbylleni aq shumë sa të humbni mundësi të reja. Për disa prej jush, ky kombinim kartash në sferën personale gjithashtu mund të lidhet edhe me një pagesë ose me ndonjë detyrim financiar. Por kartat tregojnë se me qetësi dhe me menaxhim të kujdesshëm, situata mund të balancohet. Kartat këshillojnë t'i besoni intuitës, por mos lejoni që frika t'ju bëjë të kapeni pas asaj që nuk ju shërben më. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 7 shkopinjt, budallai, djalli, 8 shpatat. Në familje java nis me 7 shkopinjt, duke treguar se mund të ndjeni nevojën të mbroni mendimet, të mbroni zgjedhjet ose të mbroni kufijtë tuaj. Mund të krijohen situata ku do t'ju duhet të qëndroni të palëkundur përballë presionit ose përballë pritshmërive të tjerëve. Më pas shfaqet budallai, duke treguar se ka një qasje të re ose ka një fillim të papritur që mund ta ndryshojë atmosferën në familje. Megjithatë, budallai gjithashtu ju thot të veproni me besim, por jo pa i menduar pasojat. Në vazhdim shfaqet djalli, i cili paralajmëron se disa modele të vjetra, disa varësi emocionale ose tensione të pazgjidhura mund të dalin sërish në sipërfaqe. Nëse nuk përballeni me sinqeritet, ato mund të ndikojnë në marrëdhëniet familjare. Interpretimi mbyllet me 8 shpatat, duke treguar se ndonjëherë pengesa më e madhe nuk është situata vet, por mënyra se si e shihni ju atë. Kartat sugjerojnë të mos mendoni se nuk ka zgjidhje, sepse shpesh kufijt më të fortë janë ata që krijon vetmendja jonë. Gjithashtu kartat flasin për disa tensione familjare që mund të jenë çështje që janë zvarritur prej kohësh, por unë do të thoja se nëse secili mbron vetëm këndvështrimin e vet ose mbetet i lidhur pas zakoneve të vjetra, do t'jetë e vështirë të gjendet një zgjidhje. Pra nëse kjo javë ju kërkon të çliroheni nga modele të vjetra dhe të mos lejoni që frika ose krenaria të pengojë harmoninë familjare. Kartat këshillojnë të zgjidhni dialogun dhe jo mbrojtjen e vazhdueshme të pozicioneve tuaja. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi
2 shkopinjt, dielli, kalorësi i kupave, 10 shkopinjt. Dashuria nis me 2 shkopinjt, duke treguar se ndoshta ju po mendoni për drejtimin që dëshironi t'i jepni jetës suaj sentimentale. Mund të jeni përballë një zgjedhjeje, ose të planifikoni një hap të ri, ose thjesht të shihni më larg se momenti i tanishëm. Më pas, skenën e ndriçon dielli, duke sjellë qartësi, optimizëm dhe ngrohtësi në marrëdhëniet tuaja. Nëse ka patur keq kuptime, ato kanë mundësinë të zbuten dhe komunikimi të bëhet më i hapur. Energjia vazhdon me kalorësinë e kupave, i cili flet për një afrim emocional, për një ftesë që mund ta merrni ose ta jepni, për një mesazh që gjithashtu mund ta merrni ose ta jepni, ose për një shprehje të sinqertë ndjenjash. Pra, është një kartë që ju thot ta lini zemrën të flasë dhe të mos keni frikë të tregoni atë që ndjeni. Megjithatë, 10 shkopinjt tregon se pavarësisht ndjenjave të bukura, mund të ndjeni edhe peshën e përgjegjësive ose të pritshmërive. Ndoshta po mbani mbi supe më shumë se sa duhet, ose po përpiqeni ta mbani vetëm një marrëdhënie në këmbë. Dashuria nuk duhet të bëhet barr. Dashuria duhet të jetë një mbështetje. Pra në tërësi, kjo javë sjell mundësi të bukura për zemrën, por gjithashtu ju thot se një marrëdhënie lulëzon vetëm kur përgjegjësitë dhe përkushtimi ndahen nga të dyja palët. Pra, jo të ndani vetëm ëndrrat, jo të ndani vetëm shtratin, por të ndani edhe përgjegjësitë që sjell një marrëdhënie. Kartat këshillojnë të mos e mbani vetëm peshën e një raporti, i cili duhet të mbahet nga 2 persona. Kalojmë në punë. Në punë kemi 9 shkopinjt, njeriu i varur, 5 monedat, mbreti i shpatave. Në punë, java nis me 9 shkopinjt, duke treguar se mund të ndiheni të lodhur pas një periudhe sfiduese, por jo të gatshëm të hiqni dorë. Përvoja që keni fituar do t'ju ndihmoj të përballoni edhe këtë etapë. Më pas shfaqet njeriu i varur, i cili tregon se disa çështje mund të ecin më ngadalë nga sa dëshironi. Unë do të thoja në vend që ta shihni këtë si pengesë, përdoreni këtë kohë për të analizuar situatën nga një këndvështrim tjetër. 5 monedat mund të sjellë ndjesinë e mungesës, pasigurisë ose shqetësimit për aspektin financiar apo profesional. Megjithatë, kjo kartë nuk tregon domosdoshmërisht humbje reale. Shpesh ajo flet edhe për frikën se mos nuk keni mjaftueshëm. Java përfundon me mbretin e shpatave, duke treguar se qartësia mendore dhe vendimet e arsyeshme do t'ju ndihmojnë të dilni mbi situatën. Pra, ajo që në fillim dukej e paqartë, në fund të javës do të kërkojë një vendim të prerë dhe të bazuar në logjik, jo në emocion. Kartat këshillojnë të mos merrni vendime të rëndësishme të udhëhequr nga frika. Mbështetuni te logjika dhe te përvoja juaj. Kalojmë në prizëm orakull, ku kemi ekuilibri. Ekuilibri ju thot se çdo aspekt i jetës kërkon atë masën e duhur. Këtë javë, sa më mirë të balanconi emocionet, përgjegjësitë dhe nevojat tuaja, aq më të lehtë do të gjeni qartësinë dhe qetësinë që kërkoni.